Të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor që do të përcaktojnë që kandidaturat në listat e pavarura në zgjedhjet e ardhshme lokale të jetë e mundur me 50 nënshkrime të qytetarëve. Kjo u kërkua nga përfaqësues të iniciativave të pavarura civile pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi nenet e kodit zgjedhor që lidhen me kandidaturat e pavarura rreth 10 ditë më parë. Ne kërkojmë që të na mundsohet të kemi kushte të qarta për kandidaturë në zgjedhjet e ardhshme lokale, tha Jana Belçeva nga Шанс për Qendrën. Нашите барања се однесуваат на правната празнина која се создаде со укинување на членот од изборниот законник со кој се подигна прагот за собирање на потписи за независни листи на 1%, што Уставниот суд го оцени како неуставен. Во нашето барање стои дека ние бараме со 50 на потписи да може да се настапи на кандидатска листа. Një kërkesë e tillë, sipas Gorjan Jovanovskit nga Qytet Human i Gjelbër, është në përputhje me kriteret europiane, të cilat hapin mundësi për demokraci. Nëse dispozitat e nevojshme nuk miratojnë në ligj, ai kërkon që të hapet mundësia për kandidaturë. Секако во отсутство на дадени услови и критериуми, тогаш треба да биде отворена, а не затворена можноста за независни листи да може да се кандидираат на наредните локални избори. Сега за жал тоа зависи од толкувањето на законот од страна на собранието, од страна на законодавниот дом и од страна на ДИК, кој што на крај може да рече, знаете што, ние другаче си го толкуваме цело това и едноставно нема да ви прифатиме вашите поднесоци за локалните избори. Mospasja e kushteve për kandidatët e pavarur është shkelje e së drejtës kushtetuese, thot Agron Arifi nga Më mirë për Tetovën. Duke qenë se dispozitat e vjetra nuk janë rikthyer në fuqi, mbetet e panjohur sipas cilave kushte kandidatët e pavarur do të mund të marrin pjesë në zgjedhje, gjë që përbën shkelje të drejtës kushtetuese për kandidim në funksione publike, e garantuar në nenin 23 të kushtetutës. Disa nga deputetët në kuvent nuk donin të komentonin mbi këtë qëndrim apo nëse do ta mbështesin kërkesën e të pavarurve. За сега немам добиено тако официјално барање јас како пратеник. Сега кога добиеме барање, ние како пратеничка група ќе се консултираме, ќе излеземе со заеднички став. Немаме се уште став во врска со тоа. 50 потписи мислам дека се премногу малку за кандидатура за локални избори. Тоа е моје мислење, мој став. Сметам дека кандидатура треба да право за кандидирање треба да стекне кандидат кој што имал најмалку 500 или 1000 potpisi. Nga LSDM gjithashtu thonë se ata ende nuk kanë marrë asnjë propozim dhe nuk mund të komentojnë derisa ta kenë shqyrtuar atë.